Klodi dhe londrimi. I duam vajzat natyrale. Pagrim, Eliona rrëfem pasiguritë e saj dhe presionin e rrjeteve sociale. Eliona, Londrimi dhe Klodi kanë zhvilluar një bisedë të hapur dhe mjaft reflektuese, ku janë ndalur të pasiguritë personale dhe ndikimi gjithnjë më i madh që rrjetet sociale kanë në vetëvlerësimin e të rinjve. Gjatë diskutimit, Eliona ka pranuar sinqerisht se Instagrami e ka bërë të dyshojë në pamjen e saj fizike, duke thënë se shpesh ka menduar se hunda e saj ka nevojë për pak ndryshim, një mendim që sipas saj nuk e kishte më parë. Ky rrëfim ka hapur një debat më të gjerë mbi standardet e bukurisë që promovohen online dhe presionin e vazhdueshëm për të dukur perfekt. Eliona theksoi se filtrat, fotot e përpunuara dhe krahasimet e shpeshta kanë ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si ajo e sheh veten, duke shtuar se këto pasiguri janë gjithnjë më të zakonshme tek vajzat e reja. Në anën tjetër, Klodi dhe Londrimi u shprehën qartë për preferencat e tyre, duke theksuar se natyraliteti është ajo që vlerësojnë më shumë tek vajzat. Londrimi u shpreh se bukuria natyrale nuk del kur nga moda, duke shtuar se natyraliteti çmohet edhe në modë. Një mesazh që u interpretua si një kundërpeshë ndaj trendeve artificiale që dominojnë rrjetet sociale. Edhe Klodi ndau të njëjtin mendim, duke deklaruar se gjithmonë i kanë pëlqyer vajzat natyrale dhe pa shumë grim. Make u pak, tha ai, duke nënvizuar se thjeshtësia dhe autenticiteti janë shumë më tërheqëse se sa pamja e tepruar dhe e sforcuar. Kjo bisedë u komentua gjerësisht, pasi solli në vëmendje një realitet me të cilin përballen shumë të rinj sot. Presioni për t'u përshtatur standardeve të bukurisë së krijuara nga rrjetet sociale dhe nevoja për të pranuar veten ashtu siç je. Mesazhi i Klodi dhe Londrimit u pasi një mbështetje e fortë për vajzat që ndihen të pasigurta, duke rikujtuar se bukuria e vërtet qëndron tek natyraliteti dhe vetbesimi. Në fund, diskutimi mes tyre shërbeu si një thirrje për më shumë vetpranim dhe më pak krahasime, duke vënë theksin se autenticiteti është gjithmonë trendi më i fortë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.